Bledi Çomo, deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe antar i Komisionit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, ka shkuar në gjykatën e Korçës me pretendimin për të inspektuar apo monitoruar atë. Ky veprim përbën një shkelje flagrante të kushtetutës, të ligjeve në fuqi dhe të rregullores së Kuvendit, si dhe një akt presioni të drejtë për drejtë ndaj një pushteti të pavarur. Gjykatat nuk janë institucione që monitorohen apo mbikëqyren nga Kuvendi. Nuk ekziston asnjë dispozitë ligjore që i njeh Parlamentit të drejtën për të inspektuar veprimtarinë e gjykatave. Sistemi gjyqësor ka organet e veta kushtetuese të kontrollit dhe mbikëqyrjes, si Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë, të cilat janë të vetmet institucionet të autorizuara për këtë qëllim. Ndërkohë, deputeti Bledi Çomo e ka justifikuar praninë në gjykatën e Korçës, duke deklaruar se ka qenë një kërkesë e KLG-s dërguar Kuvendit të Shqipërisë për siguri në gjykata dhe se vizita nuk kishte për qëllim monitorimin e vendimarrjes, por vetëm verifikimin e kushteve të sigurisë në ambientet e gjykatës. Një vetë kërkesë e institucioneve të pavarura, pra Këshilli i Lartë Gjyqësor, që e ka kërkuar, pra këtë ka nisur një kërkesë për sigurinë në gjykata, ka njoftuar komisionin dhe ne kemi operuar mbi bazën e kësaj kërkese, duke parë disa institucione. Pra ne nuk po monitorojmë vendimarrjen e gjykatave, ne po monitorojmë sigurinë në gjykata. Dhe kemi ardhur për të parë disa ambiente, edhe për të përmirësuar, për t'i barazuar të gjitha gjykatat, pasi ka gjykata cilat niveli nuk është në të njëjtën situatë me këtë të Korçës, pra që ishte një situatë shumë të mirë, ka dhe gjykata tjera, por kjo ishte një gjykatë model si funksionon puna. Pra në disa 3-4 gjykata, apo 5 në mos gaboj, që i ka një grup prej 3 deputetësh që i monitoron dhe një pjesë tjetër është një grup tjetër, dhe në përfundim nuk janë të gjitha gjykatat e Republikës Shqipërisë, thjesht për të marrë modele, dhe në përfundim do të parashtrohet pra një raport pranë komisionit i cili do të vendos. Kjo lind pasi më vonë mund të zgjerohet, po themi, bashkëpunimi në këtë situatë për të gjetur një zgjidhje përfundimtare dhe definitive, por ne duhet jemi sa më të informuar që të dim ato çka do të shtrojmë nesër në tryezën e komisionit. Edhe sikur të pretendojë një veprim monitorues çdo deputet apo komision parlamentar është detyruar të marrë më parë miratim në konferencën e kryetarëve. Një miratim i tillë nuk mund dhe nuk duhet të jepet pasi gjykatat nuk përfshihen në listën e institucioneve që i nënshtrojnë mbikëqyrjes parlamentare. Çdo vendim i kundër do të ishte në kundërshtim të hapur me parimet e ndarjes së pushteteve. Vajtja e Çomos, ashtu si dhe çdo deputet tjetër, qoftë nga Partia Socialiste apo Partia Demokratike, antar të çfarëdo komisioni parlamentar në gjykata në Korçë, Vlorë, Shkodër apo kudo tjetër në vend për qëllime inspektimi apo monitorimi është një akt i palishëm dhe një skandal institucional. Deputetët dhe komisionet parlamentare nuk kanë asnjë kompetencë për të shkuar në gjykata dhe për të ushtruar forma kontrolli apo mbikëqyrje. Çdo veprim përbën shkelje të rëndë të rregullores së Kuvendit, shkelje të rëndë të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe shkelje të drejtë për drejtë të ligjeve të vendit, duke cënuar në mënyrë serioze pavarësinë e pushtetit gjyqësor.